Misteri I njerëzve që vdesin në një vend të trojeve shqiptare. Një mister që u zgjidh vetëm vitet e fundit, por unë do t'ja u tregoj që nga fillimi, sepse duhet që të dini sepse prek disa zona shqiptare, ndonse disa prej nesh këtu kanë lindur në ato zona ose ndoshta dhe kanë dhe familjar dhe është mirë që t'jemi të informuar. Ishte viti 1990, një grup studiuesish të huaj zbarkuan në Shqipëri dhe ata nuk dihet se si, por e dinin eksaktësisht se ku ishte problemi. Pra problemi I disa njerëzve që vdisnin pa e kuptuar. Ose krijonin probleme, kishin probleme shëndetësore dhe disa prej tyre edhe mendore. Nuk kuptoj se përse, pra nga shteti shqiptar. Dhe këta, me sa duket, e dinin. Por heshtin, dhe do t'ju them se përse. Dhe I kërkuan shtetit shqiptar që të bënin disa kërkime për një mineral të caktuar, një mineral shumë misterios që është shumë I rrallë në botë. Duhet të dini që Shqipëria, ndonse një vend I vogël, ka 7 mineralet që gjenden në planetin Tokë. Pra, po e themi nga madhësia, duke qenë vend I vogël me 7 minerale, është vendi unik, pra shteti unik në botë që ka 7 minerale në një vend kaq të vogël. Gjenden edhe në vende tjera, por për nga madhësia është vendi më I vogël. Dhe nuk dihet se si, por duket sikur është një vend, pra Shqipëria ose trojet shqiptare, sikur është I bekuar. Dhe po ju them që ky, ndonse mes bekimit ka dhe probleme të tjera, ndaj po ju them që sidoqoftë kërkuan që pra nga shteti shqiptar që të shkonin disa minator të caktuar. Pra jo të gjithë minatorët. Minatorët që duhet të shkonin, që të bënin këtë kërkimin, ishin të përzgjedhur. Nuk ishin shumë. Tregohet se ishin rreth 100 e ca. Dhe të gjithë këta duhet të ishin me të paktën me 3 fëmijë. Pra secili nga këta minator duhet kishte të paktën 3 fëmijë. Po pse? Tani po ja u tregoj. Atëre, me kalimin e kohës minatorët nuk dinin gjë se çfarë po kërkonin. Dhe me kalimin e kohës ta teksa kërkonin gjetën në disa zona. Pra në disa zona, zonën e Dibrës dhe të Kukësit. Këto ishin 2 vendet në disa fshatra të vogla, gjetën një mineral që është uraniumi. Uraniumi, për ata që nuk e din, është I dëmshëm për trupin e njeriut, për fizikën e njeriut. Ndonse është mjaft I rëndësishëm për planetin Tokë, ndoshta edhe për disa centrale nukleare. Sepse centralet bërthamore, për ata që nuk e din, shumë nga këto që furnizojnë qytete të tëra me energji elektrike, funksionojnë pikërisht pra me uranium. Dhe mjaftojnë pak kilogram për t'i dhënë jetë pra gjithë asaj energjie, pra këtij centralit që t'japi energji gjithë qyteteve. Disa qytete, ata që prodhojnë energji pra me uranium. Dhe pse po e tregoj këtë? Sepse Shqipëria, ndonse një vend I vogël, ka uranium, pra në Kukës dhe Dibrë, siç ju thash. Dhe gjendet në disa minerale. Është niveli I dobët, pra nuk është shumë I madh, por sidoqoftë ka. Dhe duhet të dini që ky grupi që punonte për NATO-n, në atë kohë, që ju thash që ishin të huaj, e dini shumë mirë se aty kishte uranium. Dhe e kishin ditur prej vitesh. Në fakt, shteti shqiptar mbeti pa fjalë kur ata gjetën uraniumin. Mirë po, me kalimin e viteve, shumë nga këta minatorët që punuan aty, atë që tash do t'ju them, me kalimin e viteve patën probleme të rënda. Bile ata që mbijetuan, që janë pak, edhe pse patën probleme, e te I kaluan, ndoshta sepse nuk prekën shumë uranium ose shkonin rrallë. Dhe një pjesë e madhe prej tyre vdiqën me kalimin e kohës dhe nuk te kaluan moshën 55 vjeç. Normal që uraniumi ishte thelbësor për gjetja e uraniumit në Shqipëri, sepse u përdor jo vetëm në luftën e Kosovës, por edhe në disa lufta tjera nga NATO, sepse u mor uraniumi dhe u përdor në disa vende, sepse ne nuk kemi, përveç se e gjejmë, ne nuk kemi mundësi për ta përpunuar. Dhe u përpunua jashtë. Tani nuk di eksaktësisht se ku, por këto janë të dhënat që ju I gjeni gjithandej, nuk është se kam shpikur në një diçka, por është e rëndësishme që të kuptohet se sa vlerë ka një mineral në një vend të caktuar. Dhe pikërisht në ato zona, pra në këto 2 fshatra të vogla, që tani nuk I mbaj mend që t'ja u them, janë
në Hur, mos gaboj, një që është në Dibër, dhe në Nemç që është në Kuks, mos gaboj. Këto janë dy vendet. Dhe po thoshe që disa njerëz të atyre zonave kanë patur probleme thash me shëndetin dhe ata nuk e dinin se përse. Dhe pikërisht nga në vitet e fundit, para disa viteve që doli haptazi ky argument, u kuptua se përse njerëzit në ato zona nuk jetonin më shumë se 55 vjeç. Jo të gjithë, por një pjesë e madhe prej tyre, sepse varet edhe nga trupi, varet edhe nga qelizat, varet edhe nga ushqimi, varet nga shumë faktorë që njeriu mund t'i krijojë probleme uraniumi ose jo. Dhe varet se sa ka qenë në kontakt me uraniumin. Por duhet të dini që uraniumi është mjaft i rënd për shëndetin e njeriut. E megjithatë, nëse do të përdojë uraniumi, sepse për ata që nuk e din, uraniumi është një mineral ose një përbërës kimik që mund të bëjë që të punojnë makinat që ne ngasin. Bile, me 2 litra uranium, mjaftojnë 2 litra uranium që të ushqej makinën tënde, për shembull, nëse ti ke një makinë nëse do të kishe një makinë që përdor uranium, dhe do të ecte makina për 15 vjet. Pra ti do harroje që të hidhje makinës nafta apo benzin, nëse do punonte tash me uranium. Por ka dhe një problem tjetër. Uraniumi, nëse do të përdorin të gjitha makinat uranium, përveç gazrave që mund të shkaktojnë probleme të mëdha në shëndetin e njeriut, por nëse do të mbaronte uraniumi nga nën toka, pra nga toka, mund të krijojë probleme të rënda që ne nuk e dim se çfarë lloj problemesh mund të krijonte. Megjithatë, ju tregova sekretin ose më mirë që u zbulua më vonë të mistereve që pse disa njerëz në Trojën shqiptare pra humbisin jetën dhe askush nuk e kuptonte se përse. Duhet të dini diçka. Për shembull, ky vendi që është tu, tregohet me një vend në një vend malor dhe thuhet që këtu ka në një zonë me të gjitha këto fshatra këtu përreth, që secili fshat ka nga 3, 4 ose ndoshta 5.000 banor, ka më shumë njerëz jetëgjatë, pra që kanë mbushur 100 vjeç. Dhe unë mendoj që është pikërisht ambienti, pra zona se ku jeton, dhe ndaj më erdhi ideja që të flisja edhe për këtë. Shikojeni vendin këtu dhe pastaj më thoni. Këtu është një liçen i vogël dhe është një vend malor, jemi pranë Alpeve këtu, por po thoshe që nuk dihet se si, për shembull ky fshati këtu i vogël, thuhet se ka 6 njerëz me 100 vjet. Pra pleq që kanë mbushur 100 vjeç. Dhe unë them që është pikërisht ajri. Ndaj nëse njeriu jeton për këtë, pra që të jetoj sa më gjatë dhe sa më mirë, është mirë që të kontrolloni aty ku jeni, ku gjendeni, nëse ajri është i mirë dhe klima përreth jush, që nëse jo, të mund të lëvizni të shkoni diku tjetër, që të jetë më i pastër. Megjithatë doja t'ju tregoja, pres komentet tuaja çfarë mendimi keni dhe më thoni kush jeton në ato zona nga ju që jeni këtu, pra në Dibër apo në Kuks. Pres komentet tuaja. Hajde, ditë mbar.